Miq, kemi hyrë në vitin 2026 dhe për ne kontabilistët quhet një vit ushtrimor. Ne ofrojmë programin ton të kontabilizimit Eloi me disa risi shtesë që tashmë ndryshe nga viti 2025 që e kishim mbi 70% në mënyrë kryeveprimet kryeshin në mënyrë automatike. Për vitin 2026 dhe në vazhdim do të kemi një program në të cilin mbi 85-90% të veprimeve kryhen në mënyrë automatike. Në këto video që do të paraqes të shkurta, do të shpjegoj me detaje etapat e regjistrimeve në programin Eloi dhe avantazhet e tij si dhe risitë. Do të ndaj në dy pjesë këtë video të fillimit. Pasi hapim programin, klikojmë vazhdo të hapim faqen me linqet. Në krahun e majt ndodhen linqet e veprimeve sintetike, që janë ditarët dhe regjistrat themelor për mbylljen e bilancit, dhe në krahun e djathtë janë linqet për tabela pasqyra analitike. Sot po ndalohem shkurtimisht për pjesën e ditarëve të regjistrave sintetik, që janë bazë për regjistrimet dhe nxjerrjen deri në nxjerrjen risinë kontable pra deri në nxjerrjen e bilancit. Kemi ditarin e blerjeve të arkës arktime pagesa, të bankës arktime pagesa. Tek këto 5 ditar sigurisht do të regjistrohen një nga një faturat e blerjeve, po ashtu edhe te ditari i shitjeve, faturat e shitjeve, ndërsa ditari i pagave, amortizimi, ditari i veprimeve të ndryshme, flet kontabilizimi, libri i madh dhe bilanci kryhen në mënyrë automatike. Po kështu të kemi regjistrime edhe në rastet kur kemi blerje nga importja apo eksporte. Sigurisht edhe prodhimi, që është regjistrimet kryhen kryesisht në mbyllje, pra në prag mbylljes së vitit ushtimor me nxjerrjen e kostës madhe të shitjeve dhe kostës së madhe të pashitura që jo kushdo e trajton si proces. Ditari i blerjeve, që është si çdo ditar tjetër, rresh pas rreshi shtohet sipas dokumenteve që disponojmë për të regjistruar. Kemi furnitorët që e analizojmë në bazë të regjistrimit të çdo furnitori që na shtohet, po kështu edhe PVSH-ja varet nga përqindjet që ne punojmë. Po kështu kemi edhe ditaret e tjerë të arkës arktime dhe arkës pagesa. Këtu përveç se klient për shembull tek ditari i arkës arktime regjistrohen të gjitha klientët në mënyrë automatike, po kështu kemi edhe valutat që përdoret. Po kështu kemi edhe ditarët të bankës arktime, bankës pagesa, kryesisht për shembull furnitorët janë të analizuar sipas regjistrimit në pasqyrat analitike që do t'i shpjegojmë në videon e radhës. Po kështu llojet e valutave, 5 lloje valutash, çdo gjë këmbimi kryhet në mënyrë automatike, të ardhur dhe humbi nga këmbimi kryhet në mënyrë automatike. Po kështu kemi edhe prodhimin, edhe këtu rresh pas rresh regjistrohen të gjitha daljet në procesin e prodhimit, si dhe mallrat dhe në proces, produktet në proces dhe produktet e pashitura. Ditari i veprimeve të ndryshme është i vetmi ditar që kryen disa artikuj kontabël, po kështu kemi edhe flet kontabilizimi sigurisht për të gjithë artikuj kontabël që janë nevojshme për mbylljen e bilancit. Kemi edhe librin e madh të ndarë në llogaritë debitore, pra llogaritë aktive dhe pasive, si dhe bilanci përfundimtar dhe bilanci verifikues. Të gjitha këto pra veprimet në këto ditar kryen në mënyrë automatike.